Imagjinoni për një moment Erling Haaland dhe Jurgen Klopp së bashku te Real Madrid. Ky është plani zyrtar i Enrico Riquelme për presidencën e Real Madrid. Biznesmeni i njohur ka nisur kontaktet e para me agjentet e Haaland dhe me vet Klopp, duke i vendosur të dy si shtyllat kryesore të fushatës së tij. Nëse ky plan realizohet, Real Madrid do të shkatronte edhe një herë merkaton, por tensionet brenda klubit madrilen mbeten akoma të larta. Mbrojtësi Eder Militao raportohet se ka fajsuar për dëmtimet e tij ish trajnerin Xabi Alonso. Sipas Marca, braziliani beson se është rikthyer më shpejt se duhet, duke i përkeqësuar dëmtimet e tij. Ky nxitim do t'i kushtoj shtrenjtë pasi do të humbasë edhe Kupën e Botës. Dhe ndërsa Militao është i dëmtuar, Reali ka marrë një sinjal nga merkato. Bernardo Silva i ka thënë zyrtarisht jo Juventusit, pasi preferon një transferim në Spanjë me prioritet Real Madrid. Në orët e fundit raportohet se për të ka shfaqur interes dhe Atletico Madrid. Refuzimi i Bernardo Silvës është një tjetër goditje për Juventusin, i cili po kalon një situatë të vështirë pasi rrezikon të mbetet edhe jashtë Champions League dhe largimin e disa lojtarëve kyç. Andrea Cambiaso është një ndër ta ku për mbrojtësin italian ka shfaqur interes Barcelona dhe thuhet se Juventus është gati ta shesë vetëm nëse vjen një ofertë mbi 50 milionë euro. Dhe ndërsa Barcelona po kërkon mbrojtës në Itali, në Angli një nga top ekipet po përgatitet për një revolucion në mesfush. Manchester United është ellur në sulm për dy mesfushor. Bëhet fjalë për Ederson të Atalantas dhe Tonali në Newcastle. Te United ja të bindur se me këta dy lojtar, mesfusha United do të marrë një frymë tjetër. Nga ana tjetër, ish mesfushori United bën gati valixhet për në Amerikë. Casemiro është vetëm një hap larg transferimit te Inter Miami. Palët thuhet se kanë arritur një marrëveshje verbale ku Casemiro ka pranuar një ulje page nga ajo që merr tek United vetëm për të luajtur me Messin te Inter Miami. Ndërkohë Neymar ka pësuar një dëmtim në pul në stërvitjen e Santos dhe do të mungojë në ndeshjet e ardhshme. Lajmi i mirë është se raportimet e para thonë se ky dëmtim nuk është serioz dhe pritet të jetë gati me Brazilin për turneun e madh. Dhe kur flitet për turne të mëdhenj, bëhuni gati sepse futbolli po ndryshon. Ka një propozim shumë serioz që të zgjerojë Kupën e Botës me 66 kombëtare, duke filluar nga viti 2030. Ideja është pëlqyer nga shumë federata dhe pritet që të miratohet. Kto ishin temat kryesore të ditës, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.